të gabuara, qoftë për të kthyer majtas, djathas, për të futur fluksin e lëvizjeve, ose gjatë orët të natës, drejtues të mjeteve neglizhojnë faktin që efekti i përgjumjes i merr me qafë. I merr me qafë sepse mendojnë se zotërojnë mjetin, mirë po unë gjej rastin të bëj thirrje që drejtues të mjeteve të qarkullojnë një orë e gjysmë 2 orë, të ndalin të bëj pushim 15 minuta, 20 minuta, të freskohen dhe përsëri të drejtojnë mjetin, sepse gjatë orët të natës, nga ora 12 e deri në orën 6 të mëngjesit, 7 të mëngjesit, është një orar që është një fash orari që është vërtet shumë e rrezikshme për drejtuesit e mjeteve. Shumë drejtues mjetesh, siç janë edhe migrantët, kthehen në Shqipëri apo turistët bëjnë kilometra rrugë dhe i lodhet efekti syrit gjatë drejtimit të mjetit. Dhe në momentin që shoqërohet efekti i lodhjes së syrit me përgjumjen, atëherë kemi humbjen e kontrollit në mënyrë të befasishme. Kështu që le të themi ndikon edhe kjo pjesë. Të marrin më shumë kohë dhe të pushojnë, jo vetëm tentojnë pra të ecin që të fitojnë kohë për është vërtet, të marrin kohë, të ndalin, të flejnë dhe më pas të drejtojnë mjetin e tyre, sepse efekti i gjumit është një efekt që nuk e kuptojnë, domethënë të merren në mënyrë graduale dhe nuk e kuptojnë, dhe kur e kuptojnë që kanë dalë jashtë karrexhat ose jashtë rrugë. Është shumë vonë. E vërtet dhe shumë mirë në fakt që theksove edhe këtë pikë, por më përmendë pak më parë që ka drejtues pra cilët janë nxeruar pra pikët e tyre. A mund të themi që këta drejtues Likaj janë drejtues që kanë dalë nga patentat pa u stërvitur mirë sa duhet, apo më shumë është mungesa e ndërgjegjësimit, pra që i thyen me vetdije rregullat thjesht për të parakaluar ose për nxituar? Të gjithë atyre drejtues mjeteve që është hequr leja e drejtimit, ata kanë bërë një sër shkeljesh të mëparshme, qoftë ku kanë kryer parakalime të gabuara që i hiqen pikët, qoftë ku kanë qarkulluar me shpejtësi mbi normat e lejuara, ose qoftë ku janë konstatuar me pije alkolike. Dhe në momentin që